Përshëndetje dhe mirëmbrëma të dashur shqiptar kudo që jeni. Mirëdita në Amerikë. Shqiptarët e mi, unë kam 2 ditë të shtunën e dielën, kam dalë në mënyrë të fshehtë për të ditur se ku janë milionerët e ku janë hallexhinët. Ashtu siç e kam thënë gjithmonë, 97% janë hallexhinë për Shqipërinë. Vuajnë për fëmijë, vuajnë për bukën e gojës, vuajnë për çdo gjë, janë pa punë intelektualët dhe njerëzit, alfabetët, spionët, janë në punë. Dashur shqiptar, u dola të shtunën dhe të dielën me disa emisionit tim, jo si parti, jo si kryeministër i qeverisë teknike, por me emisionin tim nuk u njojta në fytyrë që ndryshuar komplet çdo gjë për të ditur se kush dhe si jetojnë njerëzit në Tiranë e jashtë Tiranës. Dashur shqiptar, ju shëgoni një vilë të madh, si të them unë, dyqanit Toptan. Ju e shëgoni, dashur shqiptar, në mes të Tiranës quhet Toptani. Toptanët na pas kanë tërë Tiranën. Toptanët e Sat Pashës na pas kanë tërë Toptanin. Dashur shqiptar, ne shkuam me makinë të vjetër. Po ua shpjegoj më mirë hollësisht, po u shëgoj në syt, kashi për kashi, shqiptarëve të mi. Vajta me i makinë të vjetër, qëllimisht, ishën 2-3 veta, ajo makina shumë e vjetër dhe qëllim zirët e tym. Vajtëm të shkomin brenda në dyqan. Ishta parkomin makinën, kurse i roja, që ishte jashtë derës të këtij vendit të dyqanit Toptani, nuk na pranoi. Tha, makinën e shumë e vjetër, tha, këtu, tha, vinë makina moderne. U detyruam, e lam makinën dhe kemi hyrë brenda në dyqan. Ju mund ta shihni edhe janë disa kate, por ne qëllimisht të dashur shqiptar shkuam edhe në parking. Ky është dyqani, ju e dini më mirë se mua dofta, e kam fjalën për ata oligarkër të quajtur, e fëmijët e tyre, se shqiptarët as kanë qenë brenda, sepse nuk kanë lekë që të blenë çdo gjë në këtë dyqan të shtrenjtë. Ne vajtëm në parking, qëllimisht e shëguam. Ishte parkingu poshtë dyqanit, poshtë dyqaneve. Pash makinat të dashur shqiptar, mbi $100,000 makina. Me mira makina, u mbisnje. Hym brenda, e pam, lart e poshtë, kur dualëm, përsëri e pyet materohen që ishte në dera kur hyn makina. Dhe e tham, sa kushton këtu për makinë? $3. $3 në orë. A here, çfarë rroge ke ti, zotni, thashun? Unë tha, rroga ime është 400.000 deri në 500.000 në muaj për roje jashtë derës. Pra, dashur shqiptar, prej këtu, ikëm më kem dhe kemi vajtur në kalaja që është kalaja ka qenë e shtetit gjithmonë. Edhe ajo quhej kalaja e Toptanëve, e shikoni vetë. A herë në kala kemi hyrë brenda dhe vajtëm ulëm një restorant. Mund ta shikoni restorantën, vendin. Ky është vendi, ishin shumë restoranta brenda. Ulëm, të dashur shqiptar, po prisim më kem se nuk ishte vende. Na uli kamarieri, i tham, të dashur shqiptar, jemi të huaj, nuk dim shqip. I pyetëm njerëzit, a dini gjuhën angleze, përgjisht, italisht? Jo, më thanë, ata që ishin ulur. Ne dim vetëm shqip. A here ne i tham, dim pak shqip, të bizitomi. Që është e vërteta, o shqiptarët e mi, dushe një përkëthys për shqip, sepse ishin njerëz pa shkollë. Do me thënë fëmijët, familjarët e këtyre oligarkë që i quani ju,
të këtyre multimilionerë, të këtyre që jetojnë në luks, e në Amerikë nuk jetojnë në luks, që kanë nga 200-300 vjetë, të Amerikanët nuk jetojnë. Edhe Bushi me familje nuk jeton të në ato vende si që pash ulmë, porositëm nga një ujë e nga një ekspreso. Bila ajo pagesa ishte $7 e do me të 7.500 lekë. Do me thënë gati $8 i bje. Një ujë e një kafe. Ajo kafe, dashur shqiptar, e në hundë të fusnje, më falni që po them, aq kafe kishte brënda. Do me thënë, e zem $7, ka 30 ditë, 7×3 = 21, i thonë 200, gati e 10, po ta zem me këte që prishen, gati $250. Të pish një kafe. A here, si mundet në Tiranë, që në Tiranë gati 80-90% të Tiranës marrën pension 80, shumë 100-150 $ pensioni. Si mund të vejnë atë vend aty të pi? A i merin $100, e zem 100, jo 80, po ka e 20 që kanë erdhë nga Malësia. Në Tiranë kanë erdhë nga jugu, nga veriu, nga lindja e nga perëndimja, dashur bashkëdhetar, për të parë një jetë më të mirë. Si mundet që të marrin, ka njerëz që marrin $20, kanë qenë për kooperativa, 80, shumë 100-120. A here këto të pish një kafe, me thënë, janë $220. Po t'i bje shak me $7, ta zem me $7, i thot $210 egzakt. A shqiptarët e mi, kush ishte atje brënda? Veshjet e tyre. Ti shgoj një veshjet e tyre, dashur shqiptar, sidomos në atë në dyqanin që ishte me 3-4 kate, ti shgoj një çantat e grave, që su kishe lezet fare. Tu shgoj një veshjet të shtrenta, s'dini të ecnin, sepse nuk janë pre familjeve të rregulla, dashur shqiptar. Janë nga ta njerëz që deri dje ishën veshur me sandale kineze dhe me çorape pedhie. Këta u kanë sulmuar për 20-35 vjetë, do me thënë që më 24, deri më sot, i thonë 80 e ca vjetë, gati 85 vjetë. Të njëjtit njerëz, prindrit e tyre u kanë intrenuar, u kanë burgosur, e bën Shqipërinë kamp për qëndrimi të dashur shqiptar. E bën kamp për qëndrimi Shqipërinë. Unë shëtita për 2 ditë, dashur shqiptar. Gjitha janë fakte. Edhe atë që pim atë kafen, i muarm risitët. Atë çmimin, e kam fjalë. Ti shkonje në dyqane, brenda hym, çdo dyqan. Qicet dinin ju, sepse i kishin marrë për punë. Kurse njerëzit që ishin brenda në kafene, brenda në këtë vend që ishin kafene, nuk e kam fjalën për ne kalaja. E kam këtu, plot, kati parë, plot kafene, ullur, s'dini se që flisi për qartë, me çanta të shtrenta gratë, veshjen moderne, burra, veshje, të bardhë në fytyrë, pa plagë, pa pala, pa tjetër, aperojnë, sepse i kanë lekët e shqiptarëve, sepse shqiptarët janë në gjumë, sepse intelektualët s'po lëvizën, pra ja jetë e tyre si është. Pra të dashur shqiptar, dola shëtita jashtë, anë mban kalas, që ajo kala të dashur shqiptar, ka qenë gjithmonë e shtetit. E shkëthyer në toptanët. Por nuk është e vërtet, dashur shqiptar, që e kanë toptanët. E kanë 2-3 familje tjera, nuk po e zemrin, po janë të pëdes.
japën toptanëve dofta pak që ta lidhë debek. Është vendi, por nuk është vendi toptanëve, Kalaja. Kalaja ka qenë e shtetit. Është Kalajo. Ajo që kone Skënderbeut. Kalaja në mes të Tiranës. Tiranësit original që kanë qenë 4-5 familje, akoma si kanë marrë pasurit e tyre. Kurse toptani në i marrë pasurit. Toptani. Niprat e stërnipat e ati të Francës. Pra të dashur shqiptar, do shini me gjera, do shini pre ku shkuam në dyqanit tek, si e thonive teka, si e ka emrin. Do shini rrugës, kaluam rrugës sepse ishte në rresht të dashur shqiptar. Do shini më përpara rruga e Elbasanit, me 2 makina rresht, njerëzit dilnin jashtë, pristinin radhë të vinin në dyqan, makina të shtreta, makina $80.000 ishte me keqja, e këthuem rrugën, shkuam një rrugë tjetër, pra vem në tek. Po i kujt është tegu, të dashur shqiptar, mund të shini e dyqan e tegu. E pra, o shqiptarët e mi, kjo tokë është e të tjerë, që se kanë marrë familjet e tyre. Po kjo tokë dhe kjo dyqan është i Manes, pa tjetër. Si e ka emrin e Mane, Samir Mane. Pra, shikoj gjithë ky vend, jo miliona, po biliona dollar dashur shqiptar. Nga u gjetën, nga erdhë këto financime, dyqanet plot e për plot. Të njëjtën si dyqani ku ishte që thoshin në mes të Tiranës, dyqanet e toptanit. Po ashtu edhe këtu. Veshje moderne, mbushur plot, kafenet. Këtu na lanë për parkingun e parkuam jashtë. Kishim makinë shumë të vjetër. Ndryshonte edhe tym. Tamam, ishim si hallegji për të parë realitetin e shqiptarëve. Për të shikuar se kush janë, cilit janë këta njerëz. Pra aty dashur shqiptar, ne kemi shkuar në vilat. Jam habitur kur pash vilat në përkodrat e Tiranës. Shikoni dashur. Vilat nga $2 milion. Kemi qëndruar tekstisht këtu. Që do ishte postoblok. Ne kishim drejt, edhe kur kaluan këtu, ishen kemrat më të 4 anë. Sepse janë milionierët, pasunikët, intelektualët. E kush është tu brenda? Njerëzit më ignorant që ka Shqipëria. Njerëzit më alfabet. Më mirë ta them mizat e kalit. Spionët. Si një vil. Sa kushton ai vil? Me roe, më të 4 anët, me avlli, të rrethuar. Gjithë ditën, shëtitën në përkodrat, dashur shqiptar. Kur pam një vil të madh, të papar, as në Amerikë nuk kanë as një president që ka qenë dikur. Edhe Bushi, pra, pa me një vil tjetër, ky ishte vili Zamir Manes. Zamir Malja. Po kush është Zamir Malja? Manja. Unë e mbaj mend fare mirë dashur shqiptar, si që kam thënë, unë këtu vinje me emision në Shqipëri, fillova që më në 10-ën, dhe Zamir Manja, aty ke afër Skënderbeut, ku janë banga qendrore, edhe ku është aja PS-ja, poleja e komunistave, poleja e rrugaçve, aty Manja hipte para, me këmbim, me i pal pantallona të shkurtra. I kam edhe fotografit, qa herë. Shëgomim qëfar lëvizje beshin në Shqipëri. Ja pra, nuk ka vetëm këtë vil. Jo vetëm këte. Ka e në dhërmit, dashur shqiptar. Shikojnë në dhërmit. Do habitin edhe ju.
Green Coast, Dërmi, Zamin, Mane, Qidra dhe Mira Villa, që vinë të huaj. Kurse shqiptarët s'ka drejt të vinë këtu. Se shqiptarët janë bërzap. Nuk i lejojnë. Se shqiptarët do vjen të hanë në behar, buk me domate. Jo, këtu duhet tjetë jenë intelektualet, të vinë familjet e tyre. Më mirë më shqiptarët e mi, si keni duruar kaq vjetë? 35 vjetë. Mirë me regjimin komunist, po të lëviz një kokën ta prisnin. Po të thoshe ku është ambasada të huaja, jo ta ty një brënda që se linin, se të vrisnin, po ta shëgoj një me sy dënoshe 10 deri në 15 vjetë burg. Ahere po e lem, me qëse se ahere ishte një liq, për ne që ishim të njëjtin, e ahere 97% kanë vojtur në përfermat, kooperativat, punonin natë ditë, edhe natën i fusin në për hangare, në për magazinat, si të them. Do bërni duhan, qoni fasule, a flini 2-3 ora jo, dhe kanë punuar si slevët, dhe sot marrën $70-80. Shumë 100. Por ka dalim të tjetër, jo pensioniste dini. Në qoftë se si ke mbushur dhe të ditët, jep një $5.000 që të marrësh pension. Kur jep 5.000, ta ben 100, do me thënë ato $5.000, ti i merë tënde për 4-5 vjetë. Me para tënde, a e kuptoni ose kuptoni? Çfarë bëjnë këta? Vetëm të rjepë. Po si kemi janë djegur, po si janë djegur? Në komunizm do punojnë, që zbën, do vinjë në punë, që ose zvinja ditë të arestoni, kooperativ, ferm, kjo ka qenë Shqipëria. Të pak të nishën fabrika. Por, 90% ka qenë bujësia, blegtori. Pra, shqiptarët e mi, ky është Zamin Mane, që ka vajtur spak e shumë shpejt, do të gje vendin. Pra, jasë, a e meni me mend si i bëri këto? Do me thënë, spionazhi. Sërb, grek, francez, dhe populli, shqiptarët e mi, jetojnë me një dhomë 3-4 familje. Pse 3-4 familje? Sepse është baba me gruan. A i do ketë një dhomë, ka 2-3 djemë, ku do t'i shpiri? Do të ndaj me qarqaf, nuk janë martuar, se s'kanë në shtëpi, kurse këta kanë vilë. Si duroni o shqiptarët e mi? Pra, të kalojmë, jam habitur me një vilë, e se ka patur e Rockefelleri, vili i Shkelzen Berishës. Po shëgoni o dashur shqiptarë, sa dhoma ka, pryzë me qarët poshtë. Pra, apo jo më Berisha? Po ti vërtet, unë bëj demonstrat thua, për ata që s'kanë bukë, të bëjnë misht për top, për vila, për pallate. Po kjo s'është gjë hiç. Po aty në Bregdet, Lazar, si i thonë atje. Atje edhe vilat. E pra, Berisha, qupa jote e ka vilën këtu. Noka e ka vilën këtu. Fatmir Mediu. Të gjithë kanë vila. Dhe ishte dhe presidenti i Shqipërisë. Edhe ai vila aty. Po i gjeti këtë tokë? Si i gjeti para të bësh një vilë të dashur shqiptar të duhen $2 milion? Ajere, ku i gjeti parat? Po me thënë, spionazhi. Por këto vila që pat dashur shqiptar, këto dyqane që pat, do t'i kenë shqiptarët. 97%. Unë u kam thënë, në Bregdet do t'i nxjerrim shumë shpejt. U kam thënë janë 1.200.000 hotele dhe vila mbrapa hoteleve në Bregdet.
lenë për Kodrat, le Tiranën, çdo qytet, Shkodër, kudo, janë vilat në për Tiranë, në çdo vend. Pra, o shqiptarët e mi, koha s'ka më. Vilat e dynjas. Disa mizakali të futur sekser, e pa mundër thonë, mos gjoni pilinqën se s'u e vila. A i shini këto vila dashur shqiptar? E dikush i ka që pa shumë më çdo vend, për 2 ditë të rresht, prap do dalë mbas një jave në vendet tjera. Këto vilat i kanë të quajtur analiste gazetarë, si Ylli Rakipi, si Bushati, si ai gazetari sërbit që është këtu, që u anxora para ca kohe, si Fevziu, që u anxora duke hypur e duke zbritur në UTB, në Beograd. Këta i kanë vila, këngëtor, që ka shkatruar Shqipërinë, artist, bëj shaka, teatr, me para tuaja e jetojnë në vila. Dashur shqiptar, ta bledh pare mirë kush janë këta. Ta janë, dashur shqiptar, parën e dhjetës, hyrin e dhjeta. Këta janë ata që mbanin sandale kineze dhe çorape pedhie. Do një që se kupton, do i ri, dhe janë dhit, janë në malësi, që i mbajnë fshatarë, bravo i qoftë fshatarë, e janë të kulturuar, mbanin bakti për qumësh, ato janë dhi, që shkojnë në male e hanë dush, hanë gjethet e pyllit. Çorape, ashtu i kam patur. Kurse njerëzit janë intelektual, njerëzit janë filozof, që janë shkrimtar, jo si këta, që thonë shkrimtar vjen nga një shall dhe qafe, thonë jemi shkrimtar, janë brevet. Të janë pa shtëpi, të janë pa bukë. Më tha njëherë një mik, që më vjen nga njëherë, pse thua gjithmonë, tha, jemi pa bukë, kemi bukë. Përgjigja ime, thash, jo, s'kini bukë. Sepse bukë nuk ke. Sepse e merë drithin nga Sërbi, nga Bullgari, nga Rumuni, të përzjerë me ilaçe. E merë frutën, perimen, nga Serbia, nga Greqia, me ilaçe. Është jeshile, domate, bete kuqe me boj, që të gri zorë, që është apostafat për 1 vit, për 2 vjet, që të mbushe spitalet plot, farmacit, të mbushe plot me ilaçe, të demoduara, si i thoshim në dikur, të skaduara, pe 5 vjet, i ven nga e letër, janë të reja. I marrin njerëzit, më mirë të kurohen me ujë, se me ilaçe, që të vdesën shqiptarë. Pra, e njeri, them miku tim, janë pa bukë shqiptarët. Intelektualët janë pa bukë. Ata që kanë 4-5 diploma, janë pa bukë, janë pa shtëpi. A e pa dhe demonstrate që bëri Berisha, do bëj edhe një më 12, mund të flas pak më vonë. A e pat, as një s'dilte nga dritarja, po kush janë në Tiranë brenda? 10% janë tiranësi, dashur shqiptar. 90% janë të erdhur. Nga jugu, nga veriu, nga perëndimi, nga lindja. Kanë erdhur për një ditë të bardhë dhe marrën $80 pensione, ka fjalën për pensionist. Fëmijët e tyre janë pa punë, detyrojnë do ikin. Se kanë ikur që nga 90-ta, deri më sot 3 milionë e gjysmë njerëz që nuk e shohin dot familjen. Pra, këta janë pa punë. Këta miku im janë pa bukë. Edhe ti miku im je pa bukë. Pra, erdhi realiteti për të thënë shqiptarëve. Erdhi fundi, o me thënë kabajt, në 2 sheme.
Ka vajt dyshemet dashur shqiptar. Si mundet ta ministri Bodu, që ka qenë ministri financës, çfarë ka të bëj me Zaben? Çfarë ka për të bëj me Zotlin? Sa vila ka? Sa miliona dollar ka marrë? Edhe përsëri punon në bankë. Pra, nga demokrat u për socialist. Dashur shqiptar, unë nuk kam thënë kot spionët që ishin në kohën e regjimit Lere Enver të Ramis Ali's. Ata spion e kam fjalën për prindërit e këtyre, janë bërë multimilioner. Ata veshën pardesyt e bardhë për shenjë, për mos goditjen që ishin të tyret. Ata kanë vjedhur. Kanë vjedhur shqiptarët e mi. Shqiptarët e mi kanë nga njerëz jashtë, kush ka një vajzë të martuar, një djalë. Ai i dërgon t'ja ti një $200, sa vete e merë në bankët, qa ty ja marrën. I venë me shtëpi e thonë, shkallët si ke pastruar, i gjenë më hanë. Vjenë sahat, janë dërojnë dritat. O na ep ne $100, ne zbim shabat. I ku 100. Sa hyrë me shtëpi, troket një kusht tjetër. Po thot, nëse ti mua mbjep $100, ne së bim shabat. Ja manë edhe ato 100. Vjen për të rregulluar shtëpinë, e la pa rregulluar përsëri. Po ti shikosh me helikopter dashur shqiptar, janë pa qati të prishura. Kurse këta me vila dalën billogje në për televizor, Top Channel, që bëjnë qëllimisht në ai Big Brother që e dini vetë çfarë zbehet atje. Si shbërdoj një në tokën e shqiponjave. Nuk është bërë asnjë vend të botës, unë kam 50 e ca vjet në Amerikë, e në Evropë që e di me pëllëmbë Evropën, nuk kam parë si a Big Brother. Le që bëjnë zhurmë, le që thërrasin, po flenë bashkë të gjithë. Edhe baktia dashur shqiptar, s'mund ta lesh lopën me qenë, i ndan, me dhinë, i ndan, i bën veç. Edhe kafsha që është kafsh, po të vesh në Afrikë, janë të ndara vendet. Luanët janë mi vend tjetër. Luanët të tjerë fisi është mi vend tjetër. Po të bashkohen dhe grinden. Pra, e kafshët janë rrinë më vete. Po mirë më shqiptarët e mi. A do zgjojni një ditë? Po të tjera nuk keni? Pra, të dashur shqiptarë, të flasë atje ku dhe Dhëmballa që fola sot në orën 3. Në zyrat e partisë komuniste, që është pranë Bangës, ka qenë komiteti partisë. U mblodh sot, si që kanë zakon komuniste si gjindet, u mblodh 83 deputet të emëruar, jo të zgjedhur, të emëruar nga Edi Rama, e 40 e ca të emëruar nga Saliuku. Si shënbash, jo, zirën. U mblodh qëllimisht për të hedhur poshtë Spakun, që kërkon imunitetin e Ballukut. U mblodh i gjithë, ishën tamam si në gjenaze, s'ku kështë vdek njeri. Po t'i shikoj një fytyrat e tyre, ishte tamam s'ku kështë futur trupin e ti një arkivol, që ishën të detyruar nga Edi Rama, nga 3-4 veta, nga Peleshi, dhe Peleshi ishte në tavolinë, në karrike, por edhe ai e dinte si mbashen atë karrike. Ishte i shtyri detyruar. E kush është i detyruar? Ne mund të shohim atë pikturën dashur shqiptar që janë 4 emra. Të detyruar nga Edi Rama që e shihni në mes. Dhe të detyruar nga Ulsi Manja.
Ulsi Manja. Ulsi Manja, dashur shqiptar, para janë 2 muajve, ngjitet shkallët dhe kryeministri që është me moment për të arrestuar, bashkë me Ballukun bën planin. Bën planin, mirë bukur, si t'i dërgonin gjykatës kushtetute, që u se heq, sepse ligji thot kështu, sipas shefit të tyre, që a dërgovi, u mblodh të 3. Manja, Ulsi si e ka emrin ai, si juristi i mençmi botës, kur thot Olga me një film. U mblodh, bën planin, ja dërguan edhe më fund, sipas shefit të tyre, gjykata kushtetute e dërgon edhe i jep lajmin se do të shkojmë. E pan dual 4-4, do me thënë në favor të Spakut, për të hequr nga puna. Përsëri prisnin, se ka një zakon, e tha me gojë, po do të nxjerrë me shkrim, se nuk e nxjerrë do të 8 minutë, donin ta shtynin e 1 muaj. Priste Spaku. E shtyn të njëjtën ditë që Spaku kërkovi heqjen, të njëjtën ditë tha dhe gjykata kushtetute me letër, me firma, me ata gjyktar që kanë diplomat e plepit. Kështu ka ngelur kjo. Berisha i nxirrte jurist brenda 2 muaj. 2 muaj e këpucët nuk di t'i lidhësh, jo të bësh jurist. Po tamam, si në Shqipëri, si me bolshevikët. Pra dashur shqiptar, e hoqi, u mblodh, sot, para ca ditëve doli vetë Balluku, erdhi nga Greqia. Ishte atje. Erdhi, sepse ne u kemi thënë shqiptar. Edi Rama, Berisha, tërë këta nuk kanë ku venë me. Më çdo vend që të venë mund të rrinë 1 ditë sa ta marrë vesh vendi, qeveria ati vendit, pako vinë këtu në Tiranë. Që ne u kemi thënë, ne jemi për Shqipërinë këtu. Pra dashur shqiptar, shkurtimisht, i mblodhi Edi Rama me Ulsin për të thënë 83 vetave votoni kundër Spakut dhe jepni votën Edi Ramës. Po unë po them përsëri atyre 83 vetave, mos gaboni. Mos gaboni jetën tuaj dhe mos mirni mend të Edi Ramës. Edi Rama ka përfunduar e në hen të vi, do hapi llogari 7 vjet në Amerikë, do hapi llogari dhe këtu. Jam i bindur se s'del më nga burgu. Unë i them Niko Peleshit, Korçarit, i di gjendjen si ke ardhur kur erdhe në Korçë. I që këpucët me vrima, nga djersët e nga të prishrit, nga të ecurit e për Evropë, kërkoj një punë. Sot je me vila, me miliona $. Unë i them Ballës, për një moment mbylli syt dhe mendohu atë ditë që e bërë deputet në Librash, qa veshje e kishe, e mban mend edhe në Kuq, kurse sot ke vila hotele. Po ashtu, i them me Ulsit, dikur, po nuk dua ta bim me hapur fare, Ulsi ka thënë, unë jam malsor, e unë jam me biografi, në kohën e Envejit, me biografi të keqe, unë jam demokrat, po pavarësisht se kam hyrë me socialist. Pra, erdhe nga Veriu, erdhe këtu, në Tiranë, je bërë milioner, si ti e vlla jot. Pra, unë i them Blendi Çuçit. Blendi, unë e di që Edi Ramën e ke mik, po aty në foto e shikojnë me kurios Ulsin në foto, bedoshe. Ulsi, me Ulsin, Blendi Çuçi,
Dosja jote e shumë e rëndë. Dash për ordiner e dash për vjedhje. Ti ke punuar e një qytet me Edi Ramën e një mirë. I një shok të ngusht. Ke mbeni gjaketat njëri me tjetrin. E kupton ku e kam fjallën. Pra, mosni, sidomos Blendi Qoma. Zoti Qoma, mos u merr me Edi Ramën. Pra, shikoni punën tuaj. Unë u këshilloj të gjithëve. Votoni në favor të SPAK-ut. Por u a them troq edhe shkurt si që kemi ne shqiptar, troq. E në kjo se ju votoni në favor të Edi Ramës, Balluku do hiqet zvarr. Ashtu si e muar Ilir Metën, këta do të marrën akoma më keq. Është grua, por unë e këshilloj dhe Ballukun. Mos dëgjo fjalët e Edi Ramës, se ai shkon të mbroj vetë. Tërë firmat që i ke bërë ti, i mësove nga Edi Rama. Prandaj, Edi Rama nuk se të do. Absolutisht jo. Brapa miqve o thot, as dua të jasho sytë asaj. Por firmat që ka vend, parat që keni ndarë në kryeministri, që kishte edhe zyrën në kryeministri. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e juaj, u thash edhe kam thënë që 3% në Shqipëri i nëmërojnë parat me metro kub, 97% qajnë në atë ditë, si fëmijët që kanë për te detit, për te oqeanit, nuk vinë dot, punojnë nga 2 punë, edhe është nder të punosh 2 punë, është nder të punosh 3 punë. Amerika i ka dyert të hapur për shqiptarët. Pavarësisht se doli ca kohë që Amerika i kthen jo. Nuk është e vërtet. Gjermania, Austria dhe Amerika është shtëpia e shqiptarëve. Është shtëpia 97% të shqiptarëve. Ka përfunduar, unë i them Kosovës, vllezërit e mi kosovar, do bëhet qeveri teknike, do bëhet vërtet me një kryeministër për një kohë të shkurtër. Por, mos dëgjoni fjalët e serbëve. Ky flamur është tuaj. Ky flamur është qëndisur nga ju. Është qëndisur në Kosovë edhe vajti në Vlorë. Me 12 të kur ngrit Ismail Qemali. Vajti Malsori, Trimi. Pra, këtë flamur kini, nuk kini flamur blu, me ngjyrë të verdhë. Blu greke dhe ngjyrë e verdhë serbe. Pra, do dalet dhe gjitha edhe ju, ashtu si edhe në Maqedoni, shqiptarët e mi në Maqedoni, kryeministri Maqedonës, bashkë me një puro shqiptar me kokë të bardhë, s'është e mojë të them emrin që e ngre, kanë marrë miliona dollar nga Greqia, nga Serbia, që janë ndërruan emrin. Ashtu mundohen edhe për Kosovën tonë. Po Kosova, si që kam thënë, shqiptarët e mi, fjale e fundit, po e them, Kosova, Maqedonia e Aleksandrit, princat e Malit Zi, dhe Hallexhit e Shqipërisë 97%, edhe atë qamërin e bukur do bëhet bashkimi i Shqipërisë me kufi natyror. Vërtet lufta e tretë që nuk tregohen, janë mbërtherë 2 shtete që janë të fuqishme, si Izraeli dhe Irani. Janë me modern dashur shqiptar. Kanë hasmëri të vjetër, kanë vrasje të vjetër, të njara nga politika, nga kryeministri anglez hapi luftën për interesat e tij personal. Irani, pra Irani ka godetur shumë fqinj. Ajo është sinjal dashur shqiptar, që me keje je me mua apo je me Izraelin, i thot fqinjve. Ai ka kapacitetet për fqinj, po të doj, ai eliminon kur të doj. Po dashur shqiptar është përhapur se Amerika është 100% luftë, jo.
s'është e vërtet. Amerika po ty në luftë dashur shqiptar, as ka as Iran, brenda 24 ore kthehet në gërmall. Amerika nuk është luftgjitse. Amerikanë nuk vënë mish për top, pavarësisht politika nga njëherë zepëllet e thot që do hymë kështu, po jo dashur shqiptar. Amerika ka plane. Plani është për të bërë Shqipëria me kufi natyrore, plani është për të coptuar Evropa se kushtje shtet me vete. Do goditet e Italia. Turqia është gati, Turqia po të doj dashur shqiptar, me orë kushton Greqinë. Jo tokën tonë, shtoka jone, pjesa jone. Pra, erdhi koha e realitetit, erdhi koha të dashur shqiptar, zgjohuni. Zgjohuni se këta nuk janë me në pushtet fytyre këtyre. Ta janë fytyre shëmtuar, fytyre hajdutesh. I shikoni në fytyrë si janë, Peleshi, shikoj e Ballën si është, se ka mendjen. As e shikon kryeministrin Edi, nuk e shikon syt, ka kthyer syt më të majt. Kurse Peleshi i ka kthyer syt më të djathtë, nuk e shikojnë. E din ngordhjen, e din vdekjen. Pra unë u them edhe një herë, të 83 deputeta votoni pro Spakut, sepse e keni radhën ju. E vërtet, është numër i madh në 83 deputet për arrestime. Është bërë firma, është firmosur arrestime. Pra shqiptarët e mi, këta që i quajnë oligark, këta nuk janë oligark, po këta janë ordinerë. Këta i kanë bërë parat me spionazh, qa pa tyve villa, dyqane, nuk ka toptani. Toptanët e vërlacët nuk do të kenë kur, sepse i kanë marrë me imponim. Shqiptar, rroth flamuri shqiptar, i kryezuar me flamur amerikan, rroth Shqipëria e bashkuar me kufi natyrore. Me shpresën e Zotit e me para Barjamit, besoj se ne kalojmë në qeverinë e re. Unë u bi thirrje urgjent. Ju e pat edhe vetë sot doli Zvendës, ministri, do bi rrugët moderne nga e para. Zvendës ministri do dali prap te inte dofta apo embër para, do t'ua shpjegoj dashur shqiptar. Do vinë inxhinier dhe inxhinier shqiptar, do bi rrugën nga e para. Të pakën me 3 kursi të shkojnë, e 3 të kthejnë. Do të fillojnë o rrugën Elbasan Korç, që është me një kursi. Një shkon, një vjen, është ajo rruga e vdekjes, rruga e qafthanës, është e bërë qëllimishme. Është e bërë qëllimishme. Ajo nuk ka rënë nga shiu, po ka rënë nga dora e njeriu. Pra dashur shqiptar, qeverinë teknike e kemi krijuar, mbajini mend, nuk ka qeveri tjetër. Harrojeni, ato janë pallavrat e tyre, qeveria e tyre po do bëhet në burg. Të shihni dhe vetë kur të rrihen me grusht me njëri tjetrin. Hajdutët, se s'kan turp, s'kan karakter. Do rrihen, do të shihni vetë me tuar të lidhura dhe me zinxhir. E kur të shihni në pushim, të rrihen një me tjetrin që kanë spionuar njëri tjetrin. Natën e mirë, e mirupafshim dashur shqiptar, nesër në orën 3 dhe ne orën 6. Më falni për vonesën që e bëra sot, po si që kam thënë gjithmonë, nuk mund t'i kthej njerëzit nga brapa, pra ne jemi për 24 orë që ne shëgojmë çdo gjë që lëviz. Jemi në favor të shqiptarit. Natën e mirë.